176.000 qytetarë kanë dorëzuar kuponat fiskal për rimbursim gjatë muajit janar-shkurt mars. Deri më tani kanë mbetur edhe 7.000 pliko të paverifikuar ende. Përderisa të pavlefshme deri më tani janë mbi 2.000 aplikime. Sipas Akip Imeri, drejtori i përgjithshëm i ATK-s, fitues të këtij procesi janë vetë qytetarët që kanë përfituar mbi 4 milion euro nga ATK-ja. Me këtë metodë mas shumë të kanë përfituar qytetarët, sepse janë mbi 4 milion euro që janë kthyr te qytetarët, te shpërta e tyre. Ka përfituar administrata se ka krijuar një partneritet dhe një kulturë e qytetarëve për kërkimin e kuponeve fiskale. Ndërkaq, Agim Krasniqi, zëvendës ministri i financave, tha se me këtë proces do të luftohet ekonomia jo formale. ATK-s dhe qeverisë Kosovës do të kushtoj më pak, për arsye që momentin kur gjithë ata paguast ose obligues të kërkojnë kuponat fiskal, do të luftohet ekonomia jo formale në rand parë. Tatimet do të sigurohen që do të paguhen me rregull. Sejdi Hoxha, kryeshef ekzekutiv në Postën e Kosovës, ka thënë se dorëzimi i kuponave fiskal përmes postës ka bërë që të rritet numri i aplikimeve. Për herë të parë, në muajin e parë që janë dërguar përmes postës, numri i aplikantëve është rrit për 40.000. 40.000 qytetarë kanë sjell kupona më shumë fiskal për rimbursim se sa në 3 muajin e kaluar kur kjo punë është kryer përmes zyrave të ATK-s. Unë besoj që ky është shembulli më i mirë që kjo marrëveshje ka qenë në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dorëzimi i kuponave fiskal bëhet për 3 muaj, ndërsa për këtë vit do të bëhet edhe në 3 periudha të ndryshme.